Una jam në tokën time, I thot Fjolla Albes me një ton të prerë dhe të vendosur, duke treguar qartë se nuk është gati të dorëzohet, të ulet apo të pranojë ndonjë ndërhyrje në hapësirën dhe vendimet e saj. Kjo frazë, thjesht e shkruar, mbart shumë më tepër, një deklaratë autonomie, një sinjal se çdo hap, çdo fjalë dhe çdo veprim brenda shtëpisë së Big Brother Kosova është në kontroll të saj dhe se ajo nuk do të lërë askënd të vendosë për të në mënyrë të padrejtë, brenda shtëpisë, ku presioni është I madh dhe çdo veprim analizohet. Të thoshësh jam në tokën time është një mënyrë për të krijuar një kufi të qartë. Fjolla nuk po flet vetëm për pozicion fizik apo hapësirë personale. Ajo po shpreh pavarësinë e saj, të drejtën për të qenë vetvetja, për të marrë vendime dhe për të mos u ndikuar nga komentet, akuzat apo provokimet e të tjerëve. Në një ambient ku çdo shtëpi ka rregullat e saj të brendshme dhe ku çdo marrëdhënie është ndërlikuar, deklarata e Fjollës është një lloj mburoje morale dhe psikologjike. Ajo tregon se nuk do të ndikojë ndaj presionit grupor dhe nuk do të lejojë që diskutimet apo akuzat të ndërhyjnë në mënyrën si ajo e sheh vetveten. Për Alban, kjo ishte një mesazh I qartë. Fjolla po vendos vijat, po tregon se nuk do të lejojë të manipulohet apo të ndikohet. Nuk është thjesht një frazë. Është një akt vetdije dhe afirmimi. Është një moment ku individi brenda lojës tregon karakter dhe forcë, duke mos u shndërruar në pasive ndaj emocioneve, kritikes apo intrigave që shpesh mbizotërojnë shtëpinë. Ky episod tregon një nga elementet më të rëndësishëm të Big Brother Kosova, autonomia personale dhe mënyra si banorët krijojnë dhe mbrojnë hapësirën e tyre psikologjike brenda një grupi të ngushtë dhe të mbikëqyrur. Fjolla, me thjeshtësinë e fjalëve të saj, tregoi se suksesi brenda lojës nuk është vetëm për të menaxhuar situata strategjike, por edhe për të ruajtur integritetin personal dhe të drejtën për të qenë vetvetja. Në fund, una jam në tokën ti.